Ilir Selmani rikthehet në qeli pas vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, e cila konfirmoi dënimin për 28 vite burg për përfshirjen e tij në vrasjen e ish efektivit të policisë Santiago Malko. Sipas akuzës, Selmani ishte pjesë e një grupi të drejtuar nga Leonard Duka, i cili dyshohet se organizoi atentatin ndaj Malkos, i konsideruar si bashkëpunëtor i afërt i Ervis Martinajt. Procesi ndaj Selmanit u rigjykua pasi gjykata e lartë fuqizoi vendimin e mëparshëm dhe urdhëroi shqyrtimin e çështjes nga një trup tjetër gjykuese. Gjatë muajit qershor, apeli vendosi ta nxjerrë nga paraburgimi dhe ta linte në arrest shtëpie, duke konstatuar te kalimin e afateve të paraburgimit. Për këtë arsye ai mori pjesë në seanca të gjyqësore në shoqërinë e policisë, ndërsa në seancën ku u shpall vendimi nuk ishte i pranishëm. Në të njëjtën ngjarje kriminale, gjykata e posaçme ka dhënë më herët dënime edhe për 5 persona të tjerë, në një total për 130 vitesh burg. Leonard Duka u dënua me 30 vite burg heqëlirie, ndërsa prokuroria e posaçme e konsideron atë dhe të vëllain e tij organizator të grupit kriminal, edhe pse ky fundit u shpall i pafajshëm. Ndërkohë, Fatmir Hyseni, Alexander Maxhaku, Dritan Agaj dhe Oltion Loga janë dënuar secili me nga 25 vite burg. Sipas PAK, ata ishin pjesë e grupit kriminal rival të Ervis Martinajt, emri i të cilit figuron i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022 dhe mbetet një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare.